Kjo është një punë e re për ty. Normalisht se para një punës re duhet ti prezantohesh nëpër komisioni që të përzgjedh, këtë rast janë komisioni janë qytetarët që ndjekin këtë emision. Me pak fjalë tregon kush është Dauti për ata që nuk e dinë. Nuk parapëlqej të flas shumë për veten time, pasi që jam këtë pjesë pak sa i mbyllur në karakter, mirë po unë jam prind i 2 fëmijëve, i martuar, prind i 2 fëmijëve. Me jetë të gjatë. Shënderit. Jam fëmija i dytë në familje, e kam vëllain më të vogël dhe motrën më të madhe, dhe do të thotë shkollimin e fillore kam kryer në vendlindje, të mesmen e kam kryer në Tetov në shkollën mjekësore të përgjithshme, dhe më pastaj kam zhvilluar studimet në Fakultetin e Administrim Biznesit. Gjithmonë nga viti 2010 kam një biznes familjar ku bashkërisht do të thotë kemi menaxhuar. Nga ati do të thotë jam marrur aktivisht edhe me disa aktivitetet të tjera të cilat nuk jam ndalur asnjëherë. Jam dashamirës shumë i madh i sportit dhe realisht edhe i mjedisit jetësor, pasi që gjithmonë mundohem kohën e lirë aq sa kam, sepse fatkeqësisht shumë pak kohë më bie, që mundohem të lëvizi në natyrë, dhe në Mali i Sharku kemi pjesën më të bukur në këta në komunën e të Arcës. Realisht në pika të shkurta këto për veten, sepse kam pak problem të flas aq shumë.